Këngëtari i mirënjohur i muzikës popullore Çamil Muhaxhiri, apo siç do t'ihe më vonë me epitetin Çamili i vogël, lindi më 1923 në një familje të varfër bujqish në mahallën e Gecës në Gjakov. Në pamundësi ekonomike për të vazhduar shkollën e rregullt, ai në mënyrë autodidakte mësoi shkrim e këndim dhe në mënyrë të pavarur arriti arsimin elementar. Ka qenë pjesëmarrës i luftës nacionale shqiptare dhe pas luftës u kualifikua në profesionin e grafikës, që në fëmijëri u vërejt talenti i tij randaj muzikës, dhe se cilës tregonte interes të madh sidomos për këngën. Talenti i tij shumë shpejt ra në vesh të mjeshtrit të madh të këngës së Sharkis, Ymer Agëriza nga Gjakova. Ai e tërhoqi Çamilin në grupin e tij muzikor dhe aty i bëri hapat e para në këngë popullore. Nga edhe i mbeti epiteti i vogël, sepse në këtë grup bënte pjesë edhe një tjetër këngëtar i rritur që quhesh Çamil Idris Haxhia. Çamil Muhaxhiri si fëmijë kudo ku këndonte, e përndeja hengje gjakovare publiku e priste me një simpati dhe admirim të madh. Pavarësisht situatave të disfavorshme politike dhe ekonomike, Çamili i vogël rezistonte me dinjitet për të ruajtur frymën kombëtare të kulturës, pa përfidhur pasueshëm të vinin mbi të. Ai e deshi edhe këngën dhe diturinë kombëtare, dhe në moshën e tij një makë krijoi, kompozoi dhe këndoi 73 këngë motivesh të ndryshme, suksesi i të cilave më pas i zgjoi ëndrrën e zjarrt për të bërë këngëtari i dashur i popullit, këngëtari i shëndrueshëm i kohrave. Ai për herë më shumë e përvetsoi mjeshtrinë e këtij arti të dashur popullor dhe nga dashësit e kombit u stolis me shumë epitete, si Bilbili i Kosovës, babai i këngës shqipe, veterani i këngës, gjendja e rëndë ekonomike, e detyroi këngëtarin e arshëm të emigronte në Tiranë, ku hyri si shegert në një kafe. Gjatë qëndrimit në Tiranë, Çamili i vogël u interesua shumë për këngët e këtyre anëve, të cilat i mësoi prej këngëtarëve më të njohur të kohës. Në ato vite, okupacioni në Tiranë kishte hyrje dalje muzikantësh e këngëtarësh nga më të ndryshëm, nga veriu dhe nga jugu, nga lindja e perëndimit i Shqipërisë. Aty u njoh me formacionet e vërteta të muzikës popullore qytetare, asaj shkudrane, të Shqipërisë së Mesme, të Tiranës, Elbasanit e Beratit, sazet e Koshës e tjerë. U njoh me mjeshtrat këngëtar si Jakub Çorri, ose me këngëtarin tjetër shumë të përmendur e kantautorin Paulin Pali, si edhe ai tipograf në shtypshkronjën e Bankës së Shtetit, nga të cilët mësoi dhe disa këngë shkudrane. Pas disa viteve, kthehet përsëri në vendlindje. Në 1952 pranohet si këngëtar në Radio Prishtina. Zëri i tij tingëllues, i ngrohtë dhe i fisnikruar tashmë edhe me melizme të këndshme, sidomos për veshjen e dashamirësve të këngës qytetare kosovare. I shoqëroi këto dashamirës për vite të tëra nëpërmjet valve të Radio Prishtinës, pllakave të gramofonit, audiokasetave dhe koncerteve të shumta publike. Kjo gjë ka bërë që dëgjuesit e këngës popullore ta duan, ta shmojnë dhe ta nderojnë figurën e Çamilit si këngëtar. Kështu që, fal për vlerën e popullit, Çamili i vogël, këngëtari i lavdishëm me zërin e tij artistik, që u shtunte në malin e Çabratit, u bë i njohur në mbar Shqipërinë etnike. Ai u bë sinonim i këngës popullore me melodinë e tij për të cilit kënduan shumë gjenerata. Një dhënti tjetër e këtij solisti të mirënjohur është se Çamili i vogël ishte kultivues i kulturës sonë kombëtare, duke i shpallur luftë të rjetën, luftë të pa kompromis antivlerës, nga se donte një kulturë kombëtare të pasur dhe unike. Thot kështu në monografinë për Çamilin e vogël, Demir Kresniqi, edhe ky këngëtar bashkohesi si Çamil Muhaxhirit. Në vitin 1967, formoi në Gjakov grupin e njohur të këngëtarëve të muzikës popullore burimore Ymer Riza, i cili kultivoi më tej sidomos këngët kosovare qytetare, pastaj ato shkodrane, tiranase, elbasanase e tjerë. Ai mund të quhet edhe reformatori i parë i formacionit orkestral popullor kosovar, i cili futi me guxim instrumente solistik si violinën dhe klarinetën dhe më vonë kitarën dhe kontrabasin, si instrumenta ritmike shoqëruese harmonik. Më vonë formacioni me Sharki u pasurua dhe u reformua plotësisht, duke futur fizarmonikën dhe grupin e veglave me perkusion si bateri, pjata, tamtame e tjerë. Influenca e madhe që pati nga Tirana ndihet shumë edhe në kompozimet e tij si të këngët jare, ose të kënga Lulja prej Lules. Ndihet e fuqishme muzika e Shqipërisë së Mesme, që ndihet një aromë muzikë si Suf Myzyri. Të këngët Shitov Zana, introduksioni i këngës është krejtësisht ja hengo shkodran sidomos nga ana e linjës harmonike, ndërsa të kënga po të përbaj pash perëndin, ku influenca është e madhe nga këngët e vjetra të hengo shkodran, si natyrën e strofës, por sidomos kjo influencë ndihet më e madhe në refren kur kënga kalon siç i kanë thënë dikur në Gjylhava, ku këngëtari i shpërthen me një patos melodike. Në një listë këngësh të dokumentuara në internet nga disa studiues kosovar, mund të veshohen këtë këngë të hengo shkodran të kënduara nga Çamili i vogël, Krisi Topi, çtunden nga Içindia, sa më shpejt ma vune kanën, e jo kamën, sepse kana i vihet nuseve të reja për të bërë gati për martesë. Po të them më i Lulia Adit, kur një ditë pash, jam lell lulet ose çan lulja për lulen.
bashën zaman të djelmërisë e tjerë. Çamili i vogël është këngëtari i parë kosovar shumë interesua për inqezimin e këngës popullore shqiptare në disa disqe gramofoni, libra, audiokasete, koncerte e tjerë. Në vitin 1967, u bë producent dhe përfaqësues ekzekutiv në shtëpinë diskografike Jugoton të Zagrebit, duke dhënë zhvillim të madh diskografisë popullore shqiptare. Çamili i vogël nuk ishte vetëm këngëtar popullor, por ai ishte edhe poet dhe kompozitor popullor, punëtori i palodhur, i cili tërë jetën ja kushtoi këngës dhe përhapjes së saj në popull. Në situata jo të favorshme politike, por edhe ekonomike, nxori mbi 80 audiokaseta, 30 videokaseta dhe afro 500 këngë të veta me motive të ndryshme. Kështu që Çamili i vogël u bë këngëtari i pasëvendësueshëm për vendin e tij. Çamil Muhaxhiri vdiq në moshë relativisht të re kur sa mbushi të 60-tet, pikërisht me 4 nëntor 1991, kur dashamirësit e tij të këngës pritin akoma priti krijime të reja. Si profesionisti i vërtetë ai porosiste këngëtarët, kur nuk ushtroi një ditë e marr vesh vet, kur nuk ushtroi 2 ditë e merr vesh krejt Gjakova, kur nuk ushtroi 3 ditë e merr vesh krejt Kosova. Afërsisht një porosi të tillë dhe jepnin edhe këngëtarët të mëdhej botëror për mbajtjen e zërit në formë në gjendje pune. Ai këndoi shumë këngë popullore shkudrane, por ne fatkeqësisht nuk kemi asnjë të thënë për repertorin e natyrën e këngëve që këndoi. Çamili i vogël u bë ambasador i këngës shqiptare në Kosovë e në të gjitha vendet e botës ku ka shqiptar. Zëri i ëmbël, prej tenori i ngrohtë kumbuese melodios i Çamilit vogël, jehoi kudo ku kishte shqiptar në vendet e botës, si në Shqipëri, Turqi, Siri, Liban, Jordani, Gjermani, Francë, Belgjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada e tjerë. Kudo ku këndoi Çamili i vogël u mirëprit dhe u nderua përzemërsisht. U vlerësua si artist i mirënjohur i popullit shqiptar, tërë jetën ja kushtoi këngës përhapjes dhe popularizimit të saj në çdo shtëpi ku flitej shqipja në rrotullin duksor. Ai asnjëherë nuk kërkoi kompensim material, as shpërblim material për pjesëmarrje në koncerte, dasma e gazmante të tjera popullore. Është bërë famshme thënia e tij: nëse këndon për fytyrë nuk do të kesh para, e nëse këndon për para nuk do të kesh fytyrë. Për këtë material, shumë të dhëna u nxorën nga libri me titull Çamili i vogël zë që nuk shuhet, i autorit Demir Kresniqi, referenca kënga dhe këngëtarët shkodran, Ferit Bala.